Endrit Thaçi, djalli i ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë një reagim prekës për vdekjen e gjyshit të tij, Haxhi Thaçi, i cili u nda nga jeta mbrëmjen e djeshme pas një sëmundje të rëndë, teksa prej kohësh ishte i shtruar në QKUK. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Endrit Thaçi shpreh se gjyshi i tij iku nga kjo botë pas takimit të fundit me të birin e tij, Hashim Thaçin, i cili u lirua nga gjykata e Hagës për rreth 3 orë. Baci i mbylli syt i qetë pas takimit të fundit me babin. Ka qenë gjithmonë frymëzim për mua dhe familjen. Muajtjet nga padrejtësia e bën të papërballueshme. Preu në paqe, ka shkruar Endriti. Ndërkohë Samil Ushtaku, nënkryetari i komunës së Skanderajt, teksa ka shprehur ngushëllime për vdekjen e babait të presidentit Hashim Thaçi, e vlerëson figurën e tij për ato çka ka luajtur në historinë e Kosovës. Ushtaku tha se baca Haxhi Thaçi është një burr i urtë me vlera të larta familjare dhe kombëtare. Ai qëndroi gjithmonë i fortë përballë sfidave dhe sakrificave që përjetoi familja e tij gjatë periudhave më të vështira për lirinë e Kosovës. Ai shton se Haxhi Thaçi ishte një prind i përkushtuar i cili jo vetëm meriti një lider dhe luftetar të lirisë, por edhe i qëndroi i pathyer përballë përndjekjeve dhe sakrificave që familja Thaçi përjetoi gjatë periudhave të ndryshme të kohës. Edhe kryetari Nis Msfak Mirlima i ka reaguar pas lajmit për vdekjen e babait të ish presidentit Thaçi. Me dhimbje të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, babait të presidentit Thaçi. Baca Haxhi ishte një njeri i dashur me vlera të larta kombëtare, njeri i sakrificës, i cili gjithë jetën e tij u ballafaqua me sfidat e rënda. Shto këtu edhe betejën e fundit të presidentit Thaçi në Hag. Ai pothuajse gjithë jetën e kaloi me mall, por asnjëherë nuk u dorëzua përballë sfidave që i solli jeta. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miqt, bashkëluftëtarët dhe mikun tim, Hashim Thaçi, preu në paqe baca Haxhi, shkruan kreu i nismës në Facebook. Ndërkohë gazetarët në Kosovë, të cilët kanë biseduar me familjarët të presidentit Hashim Thaçi, kanë zbuluar edhe fjalët e fundit që i ati i tha ish presidentit të Kosovës, pasi e pa më 13 mars. Babai i Thaçit, pasi e ka takuar Hashim Thaçin, ka thënë se më nuk ka nevojë të marrë medikamente, sepse ka konsideruar se është shëruar në momentin që e ka parë të birin sërish, zbulojnë gazetarët. Por mbetet ende e paqartë se ku do të mbahet ceremonia e varrimit, sepse varet nëse gjykata speciale do t'i jap sërish leje Hashim Thaçit që të vinë në Kosovë për të nderuar babain e tij të ndjer.